Po, ku është qëllimi i Ramës? Tash ku është qëllimi i Ramës? Duhet të krijohet urgjentisht kjo shtresa aristokrate që të mos ketë me korrupsion. Vetëm kështu luftohet korrupsioni, nuk luftohet as me gjykata, as me arrestime, as me mëthe të thashë. Është fiks, si thot plumi do plum që të dali, thon. Bravo, korrupsioni do korrupsion që të shërohet. Pikërisht, se kur a them unë bëni si të zgjuar pastaj. A bre po ta adhen ju tani apo? Jo, të drejtë ka, se po t'jen të pasur nuk do korruptohen më. Po kam 16 vite që po i them, i keni parë këta që kanë qenë në funksionarët të lartë në kohën e komunizmit ta. S'ka në më nevoj këta të korruptohen. Këta që kanë qenë në 90-ën, i keni parë fëmijët e atyre nipat mesat janë për Anglira në përgjera, s'ka në më nevoj të korruptohen. Janë korruptu mjaftueshëm. Kështu që e vetmja mënyrë është prandaj edhe këta janë duken si të babzitur se thua ti çi do ky gjitho vila, gjitho apartamente. I do që të siguroj sa më parë ka të 5 breza që nipat mesat që do të vinë të mos jenë të korruptuar. Që ata do të drejtojnë Shqipërinë prapë, po të mos jenë të korruptuar. Fiks, imagjino niprat e deputetëve çfarë janë. Po çameti do antarësohen në këto shoqatat. Se s'ka në çfarë bëjnë tjetër. Se vilën në Bregdete kanë, makinën lukse kanë. Do bëjnë, ja çameti do marrin në një ishull me qira Sazani kur ta lëri goca e Trumpi për shembull, do ta marrin edhe do bëjnë festa me kështu me vaj ekstra të virgjën. Po nuk do marrin vaj Pepe, do marrin vaj në Berat për shembull, vaj Ulliri. Do rrisin ekonominë e vendit. Do rrisin ekonominë e vendit. Pastaj ti viso që bën në kështu si i ndershmi i dynjas. Po të vënë në drejtor ty ose ministër nuk do vjedhsha. Nuk e do të një vilën Bregdeto. Po e dua. Nuk e do një makinë të fundit ta. Po një sekretare me kështu nuk e do t'ja. Dy sekretare do. Po çfarë do pastaj? Po seriozisht. Ose do ketë punë, do ketë punë aty dhe ka nevojë për shumë sekretare. Po ëndër, kështu që korrupsioni është gjëja më e mirë që t'i ndodhë Shqipërisë, edhe ky është plani i fshehtë i Ramës për Shqipërinë e 2130-s. E ka bërë plan në tani se si do hitë Shqipëria, se ajo është vizionare. Ajo ka qenë në Francë. Kur hyve i bini të maçet me lugë, ajo shikonte Mona Lisën pe afër. Dhe hante makarona duke pa. Dhe hante makarona me salcë. Me kapuç. Se ky është një detaj shumë me salcë vetëm. Me salcë është shijohet Mona Lisa mo. Ashtu. Kështu që ata që bëjnë thapa në për media në për edhe kundërshtojnë, kjo është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë Shqipërisë. Dhe sa më shpejtë. Se kishim menduar kështu në këtë mënyrë. Mund të korruptohen tani, për shembull, imagjino nipat e ku diun deputetëve dhe gjinese tjetër. Çfarë korrupsioni do bëjnë më? Kur ketë gjithë tani. Çfarë korrupsioni? Ja ka siguruar stërgjyshja për shemb. Po çfarë të them, tani se flas kot më doli ryri futit me juve. Ore mirë, vetëm këta do korruptohen, ne s'do korruptohemi për shembull. Po ne, shiko, se ka dhe një plan tjetër se kjo do rikthej dhe shqiptarët. Shqiptarët nuk do t'ju shërbejnë me atyre agallarëve për shembull në Greqi, në Gjermani, andaj këtej. Do jenë sklevrit e tyre, po do punojnë do t'ju shërbejnë në këtyre. Agallarëve këtu. Agallarëve të rinj të cilët do të dalin në vazhdim. Po më mirë punosh vend taceve tuaj tha. Po më mirë shërbejnë të mirë keqë yti mishin të apo kockëndaruan në fund të fundit. Pastaj banjo për banjo, është banjo atje, banjo për. Ne, madje këta do të kenë ale më të mira, se këta i kanë në pe Floriri. E di si është të pastrosh ale Floriria? Po ke lezito. Po të rëshqendora. Po çfarë fleto? Është aputhur. Çfarë fleto? Edhe lidhuni ca më shpejt ore që të merrni vesh të një gjë se latnam. Mire ke. Po ja që s'kemi pasur nge. Shumë faleminderit profesor. Po më ndër qofsh sa herë të duash. Kam edhe ca libra këtu me teori konspirative. Ja nuk e duam ato. Po kaloni që ti shikoni në lidhje me alienit, me botën e përtejme me këto gjëra. Mirë. Do flasim në privat profesor. Po hajde u cej për 30 euro bëni si pa buksa dhe thoni pasaj cej do ashtu. Po ja nuk i do. Sa të bëjmë aristokrata dhe të ashtu. Ore ti paguar. Ti do lash ato vazhdon prapë kë aristokrat. Kur të bëhemi me kismet se tash po merrua me politikë. Merrua me politikë bëu njëri, se ngjelë ashtu. Hajde natën, nisti natën. Natën e mirë.